Hetimet për dosjen e njohur si Aruba mësuese po thellohen. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në koordinim me Byron Kombëtare të Hetimit kanë shtuar intensitetin e punës hetimore rreth një grupi të dyshuar për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash nëpërmjet investimeve në territorin shqiptar. Me autorizim të gjykatës posaçme, hetuesit kanë kryer kontrolle në zyrat e Këshillit Kombëtar të Territorit KKT, ku janë sekuestruar 10 praktika dokumentare të lidhura me shoqërinë në hetim. Sipas burimeve, mes dokumentacionit të sekuestruar, gjenden dosje lejesh, ndërtimi për kullat, komplekse turistike dhe projekte të regjistruara si investime strategjike. Në qendër të dyshimeve të SPAK-ut janë disa emra biznesmenësh: Artur Sheu, Artur Koçeku i njohur si Luciano, Alfredo Amzaj, Ilir Shtufi, Orest Sota dhe Orgjes Birçaj, të cilët sipas hetuesve dyshohet se kanë kanalizuar fitime nga aktivitetet kriminale drejt sektorit të ndërtimit, turizmit dhe bizneseve të tjera në përpjekje për t'i pastruar këto para. Sipas informacioneve, projektet e ndërtimit përfshira në dosjet e sekuestruara shtrihen në disa nga zonat më të lakmuara të vendit: Palasa, Gjirilazit, Vlora, Tirana dhe pjesë të tjera të Bregdetit shqiptar. Por si u zhvillua çështja deri këtu? Në qershor, SPAK vendosi masa sigurie ndaj një grupi biznesmenësh të dyshuar për pastrim parash të ardhur nga trafiku i drogës nga Amerika Latine, të kanalizuara përmes ndërtimeve shqiptare. Operacioni erdhi si rezultat i bashkëpunimit mes disa vendeve evropiane, kryesisht Britaninë, Spanjën dhe Belgjikën, nga ku vinin informacionet fillestare. Goditja synoi rrjetet e drejtuara nga Koçeku dhe Amzaj, të dyshuar për shpërndarje kokaine në shkallë kontinentale, ndërsa fitimet sipas akuzës kalonin për t'u pastruar në Shqipëri, nëpërmjet bashkëpunimit me Sheun, Shtufin, Birçan dhe Sotën. Sipas vendimit voluminoz të gjykatës posaçme, dosja hetimore niset nga takimet të dokumentuara mes personave të përfshirë në trafikun e drogës në qytete si Antwerpi, në Belgjik, në Majorka, Spanjë, deri tek takimi më i diskutuar prej të gjithëve, ai zhvilluar në ishullin e Arubës, në Antillet Holandeze. Këto takime të zhvilluara mes viteve 2018 dhe 2021, sipas SPAK, kishin në fokus kryesisht veprimtarinë e trafikut të narkotikëve, por sipas hetuesve, u diskutuan aty edhe investimet në Shqipëri. E lidhur pikërisht me takimin në Aruba, prokuroria e posaçme SPAK zyrtarisht ka pranuar që aty kanë qenë të përfshirë dhe zyrtar të lartë shtetëror, por deri tani emrat e tyre kanë mbetur anonim. Mirë, ky ishte le të themi inserti një paraqitje publike asaj se çfarë ka ndodhur. Karanja, po e vazhdoj me ju bisedën, duke qenë si ish prokuror ju njihni veprimet procedurale që kryen për të hetuar një çështje. Janë veprime të cilat priteshin të ndodhin, që të shkonin tek Këshilli Kombëtar i Territorit, që sigurisht drejtohet nga kryeministri, këtë do duhet ta themi, për të marrë sekuestrimin, pra për të marrë dosje. Çfarë ballafaqohet në fund, çfarë shikohet? Në rastin konkret, po hetohet nëse ka apo jo element në ndonjë vepre penale. Pra dosja është pa autor. Pra po hetohet fakti. Kemi një libër i cili duhet shikohet lidhje me zvërnecin. Çfarë projektesh parashikohen në këtë libër? Por për mendimin tim, siç e thash edhe më parë, duhet shikohet çmimi i çdo projekti. Kush studio e ka bërë? Pra kjo është shumë e rëndësishme. Se ti ke bërë një projekt, do të thonë që e bën këtë projekt, duhen pa çmimet, po. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po mund ta bëj kafsi BKH edhe SPAK ta bëjnë këtë, arrin dot? Tani, e thash dhe më parë, këta apo merren me Sky ECC që po fusin shqiptarë se po shko droga nga Ekuadori dhe nga Amerika Latine, po shko në Evropë, po të merren me këtë rast. Partnerët duhet na afrojnë, sepse ky është parimi reciprocitetit. Jo vetëm të fusim shqiptarët në burg, po edhe ata të korruptuarit nëse ka, pa i paragjykuar se mund të jetë studio të nderuara, po duhet hetohen edhe ata, sepse po del te një libër që po diskutohet, ata duhet studiet, duhet na japin të gjitha lëvizjet e tyre. Nëse ka pasur kontakte, janë paguar hotelet se do hetohet. Ka lidhje projekti me akte korruptive, se është praktike bërë nga SPAK-u. Dhe referoj të rasti i Arben Amede. Është proceduar sepse shkoj në hotel. Janë paguar shërbimet. Dhe shumë e rëndësishme këtu. Ky është libri, duhet prona. Është vjedhur prona apo jo? Qytetarët shqiptar duhen i përgjigje. Nga Pishpëroja deri në Zvërnec është vjedhur prona e kombit shqiptar. Se me vërtet po investojnë paratë e drogës që po vinë nga jashtë. Po pasuria e shqiptarëve, djersë e shqiptarëve në vite.
pas kemi qenë shumë pasur dhe se kemi ditë. Ky popull ky vend pas ka qenë i pasur dhe vjedhë çdo ditë. A është vjedhë apo jo prona? Se këto probleme ekzistojnë, nuk kam përshtypjen që janë të dy probleme që shkojnë paralelisht, qoftë edhe çështja pronës, qoftë edhe dëmtimi i ekonomisë. E para është prona, Andi. Është grabitur pasuria e shqiptarëve dhe e dyta kjo. Cënimi i ekonomisë është gjë tjetër. Por prioritetin ne do merremi me grabitjen e parave të pronave të shqiptarëve. Ata që kanë futur durët te buxheti i shtetit, ata që bëjnë tendera fiktiv, ata që i marrin lekët me qese, ashtu i kanë marrë. Se sot ke kamera, po ka 36 vjet që lekët merren me thasëzi. Sot ka dalë qese plastike, më parë kanë qenë ato thasët prej lecke. Kanë qenë me thasë lecke ose me fije, ato thasë të miellit. Pra ka vite që grabitet këtë, dhe këtu duhet të jetë zgjidhje. Është vjedh prona apo jo? Dhe shumë e rëndësishme. Devijimi me parat e drogës do thonë thash, unë jam pro para drogës, unë jemi për konkurrencë ndershme, çdo person të shumë, por prioritare është vjedhja e pasurisë. Kjo do të thonë këtu ngjet skarkaleci, te vjedhja e pasurisë. Dhe është për tu vlerësuar, domethënë, kryeministri vetë kohët e fundit ka dalë dhe në terren, pra në për objekte të ndryshme, ka shkuar në Durrës, ka shkuar në Kavaj, zonat aty, për të parë këto projekte i ka në mbështetur, në Theth, pra edhe në Theth, pra ka kapur një zonë të caktuar, që folën dhe për Besën më parë, që këto, por duhet jemi, unë personalisht ka menimin, çdo gjë tjetër formalizuar, ç'kuptojmë me formalizim? Me formalizim kuptojmë që i thritën për zgjedhje ato banorët e Thethit e ne parë tha boni dhe ja shemën. Pa shkrim, po se pa letra, që të kesh me letër, me leje, çdo gjë, mos bëhet sepse na vjen shumë keq, sepse në Shqipëri është bërë si trend për 35 vjet. U hodhën 1 miliard euro në lan, 1 miliard euro janë edhe 2 miliardë në mos më shumë, u shem prap. Po ti si shtet ku je, pse i le të bëhen? Dhe shumë zona tjera, jo do bëhet rrugë, po ti pse i le? Ata janë njerëz cilët kanë investuar kështu, e kanë menduar, ti si shtet duhet t'i drejtosh. Pra, shteti është një mos funksionim total, në fundit shemë dhe e ka i fajnë, por shumë e thjesht, për këtë palishpëri kush ka? Pra janë një sër zinxhirës që ndodhin dhe ngelet e pika fundore, ngelet ati që i kapet në dorë. Pa, nuk është e që është ka në dorë, nuk ka funksionuar shteti dhe me drejt dalin të protesta. Qa të bëj prap shpinë të mashemin, nuk e ama atë tekaj, e bërë dhe t'ja shemin prap. Kështu që duhet prezi që duhet diçka tjetë e formalizuar dhe mbas ligjit. E qartë, faleminderit Karanja. Langozi, sekuestrimi ose marrja e dosjeve nga zyra e Këshillit Kombëtar të Territorit, çfarë mund të prodhoj si histori deri në fund? Po, asgjë nuk do prodhoj, unë vlerësoj që prokuroria e posaçme do vijoj atë mbrojtjen selektive që i bën pushtetit, sepse nëse do kishim sekuestro me qëllim se sekuestrimi i një dokumenti bëhet apo i dosje bëhet në moment që shikohet një parregullsi që është bërë në atë dosje, dhe nëse do kishte parregullsi, kush i ka dhënë këto leje? I ka dhënë kryeministri. Ja, kjo është ajo që unë e kam thënë shpeshherë. Pse nuk hetohet kryeministri për këto leje që ka dhënë? A është hetuar për ndonjë leje? Sa vite po bën spaku që është në këtë po mbush 9 vite. Po mbaroj mandatin. Dhe ne nuk kemi parë tetohet një leje ndërtimi për personin kush e ka dhënë. Është dënuar vetëm Vangjush Dako për një leje që kishte dhënë kundërshtim me ligj. Askush tjetër. Pa aq të rregullta që janë këto leje, këto projektet, ne kemi projekte të cilat janë thjesht imagjinare. Është bërë puna, pastaj është bërë projekti. Janë bërë dokumentat vetëm fiktive për të qenë dosje. Pra ne kemi një trinom të lidhur tashmë. Kemi lidhjen e prokurorisë, të pushtetit dhe të krimit. Ne kemi krimin organizuar që zgjedh dhe vendos deputet, zgjedh dhe vendos ministra, vendos drejtor policisht, dhe ne nuk mund të presim që ne do kemi një prokuror se vajti sekuestroi një leje dhe çfarë, asgjë s'do bëhet. Pra, nga jo informacioni se ku ka rritur shteti jon, nga informacion që u kam që meriton verifikim, rezulton që kryeministri në një ceremoni që ka qenë në Durrës, ka shkuar dhe ka drekuar me ergysa gasin pas ceremonisë. Dhe i ruajtur nga shefi i komisariatit. Dhe nga Garda e Republikës. Ja, pra kjo është ai shteti jon që është i lidhur me krimin, që ne ulemi këm kryq në Aruba. E del gjiknuri thotë, jo po gjyq, po vazhdo. Nuk ka problem, po prokuroria e posaçme duhet t'i japi shpjegim se ka shkruar një fjali atje, thotë që ka qenë
përfaqësues qeverisë shqiptare në Aruba. Po kush ka qenë? Pse nuk e jep? Pse nuk e jetohet? Ku janë to shefa që se jetojnë? Pse ul kryeministri në drek me Agasin kur ka qenë person kërkim? Në vend të arrestohet, drekon me kryeministrin. A kupton ku jemi? Ka marrë fund vendi jonë me këtë kryeministër që përdor njerëz të varfër për propagandë dhe ulet këmbkyç me krimin organizuar. Ka marrë fund Shqipëria. Dhe nëse Europa është kjo që na serviret që ne me Demek po ecim para që ne shkojmë çdo ditë dhe na shtëpia del gjallë dhe se di kthehesh apo jo. Sepse ke burim aksidente çdo kohë. Kemi rrugë që janë vrastare. Dhe ne nuk e dim, ne nuk është kjo Europa. Ne kemi qenë, ne dim shumë mirë si funksionon edhe si menaxhohet një sistem shtetëror në Europë. E nëse sistemi shtetëror është si në Shqipëri, atëherë nuk e di. E nëse se pash dhe këtë gafën që bëri, nuk e di, domethënë, a e besojmë me vërtet njerëzit. Doli thanë që ne do bëjmë diellën që të luftoj korrupsionin në Gjermani. A është delir apo është mashtrim, se nuk e kuptoj këtë gjë. Qa lloj shteti kemi më, qa lloj shteti. Vesh të japësh mend një shteti gjerman për mënyrën se si do luftoj korrupsionin me diellën e kryeministit që ka bler 500 euro në internet edhe ka bërë tenderin 500 milion euro. Ne e qartë. Mirë. Mersi. Arben Langothi, unë të falenderoj shumë që të pata sonte pjesë të Sken Krimi, sigurisht vlerësoj gjithnjë faktin që ju ndani informacione, qoftë dhe informacione sensitive të natyrave të ndryshme, ju keni dhe kurajun dhe guximin që në çdo dalje publike i thoni këto dhe sigurisht përballeni si në raste të caktuara sepse ju keni bërë deklarime fortë sigurisht në këtë. Ne kemi detyrë dhe unë dhe ju të sensibilizojmë publikun, ti kërkojmë llogari institucioneve që pse nuk janë transparent. Dhe hetimi i mëtejshëm nuk na përket ne, i përket institucioneve, i përket prokurisë posaçme që duhet thoj kush kanë qenë personat që kanë qenë në Aruba. Duhet t'i vetë para përgjithësisë, duhet ishte me mas arresti sot, jo deputet Republikës Shqipërisë. Unë kam gjuhë që ka qenë një shkurtër. Kam gjuhë që ka qenë një shkurtër. Kanë qenë tre, por do tali dhe emrat se po e marr vetë dosjen atje se meqense më ka hedhur në gjyq. Ka dhe një të tretë? Po marrë dosjen. Jo, ka dhe një të tretë, nuk janë 2 zyrtarë, janë 3? Janë 3. Janë 3 zyrtarë që kanë qenë në Aruba. Janë bërë 6 takime. Kështu nuk mund t'i coptojnë, një ande një këtej, s'mund të dalim. Tani po shkodhe në gjyq të bie dosja, mos sigur se më fare dhe emrat ashti. Keni vetë në dorë. Do gabime, duhet të kërkojmë edhe falje, sepse është normale. Patjetër. Zakonisht nuk është se kam informacion. Berisha doli ata gjiknurit në kuvend, i tha për ty flasin gjitha. Atëherë, dëshmitari i parë do jetë Berisha për çelësor, sepse ai ka e di. Ne tani nuk mund ta paragjikojmë Berishën që shpif. Berisha thotë vërtetë sepse është lideri i 500.000 shqiptarëve.